Dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Me projektin Buroj nga natyra, nxënësit e klasave të 10 të shkollës nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa sjellin një mesazh për shëndetin mendor dhe fizik. Projekti në formën e një emisioni mëngjesi vuri në parë rëndësinë e natyrës, kafshëve shtëpiake dhe ushqimit të shëndetshëm në mirëqenien e njeriut. Projekti Buroj nga natyra, i realizuar nga nxënësit e klasave të 10 të shkollës nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa, solli në qendër të vëmendjes rëndësinë që natyra ka për shëndetin ton mendor dhe fizik. Natyra përfshin gjithçka që na rrethon, mjedisin fizik, bimët, kafshët dhe proceset natyrore, duke krijuar një ekuilibër të domosdoshëm për jetën dhe mirëqenien e njeriut. Ne burojmë nga natyra. Ajo është fillesa jonë, frymëzimi dhe vendi ku gjejmë qetësi. Ndaj projekti ynë vjen me temën Buroj nga natyra, një temë sa e bukur, aq edhe domethënëse. Duam të trajtojmë këtë projekt në formën ndryshe, në formën e një programi mëngjesi, sepse duam që fjala jonë mos të jetë thjesht një prezantim, por të jetë një bisedë ngrohtë, një reflektim dhe një udhëtim drejt vetes dhe po ashtu drejt origjinës sonë. I konceptuar në formën e një emisioni mëngjesi me titull bashkë me nënshkruesin, projekti u zhvillua përmes rubrikave të ndryshme të përgatitura nga vetë nxënësit. Ata folën për lidhjen e drejt për drejt që kemi me natyrën, si një marrëdhënie të ndërsjellë, nga e cila marrim vazhdimisht, por ndaj secilës kemi dhe përgjegjësinë për të dhënë e kontribuar në mbrojtjen e saj. Gjithmonë kam patur një lidhje të veçantë për tokën, se gjithmonë më pëlqen të kaloj kohë duke punuar dhe të shikoj bimët teksa rriten. Te toka ku punonim, gjithmonë shikonim bimët teksa rriteshin dhe merrni një ndjenjë kënaqësie dhe lumturie. Gjithashtu aroma e dheu dhe ajri i pastër na bënin të ndjeshim më mirë. Gjatë prezantimit, nxënësit u ndalën edhe te kafshët shtëpiake si pjesë e pandashme e natyrës, ku theksuan se prania e kafshëve shtëpiake ndikon pozitivisht në shëndetin mendor, duke ndihmuar në uljen e stresit dhe duke ofruar mbështetje emocionale. Kafshët shtëpiake reduktojnë ndjenjën e vetmisë. Pandemia COVID-19 padyshim rriti ndjenjat e izolimit dhe të vetmisë, por në të vërtetë vetmia ishte një problem shoqëror edhe përpara saj. Siç e dim, kafshët shtëpiake na ndihmojnë në mënyra të ndryshme. Një ndër tyre është duke na ndihmuar të jetojmë në aktualitet, duke u mbështetur në gjërat e vogla të cilat ne na rrethojnë. Më pas ata prezantuan ushqimet që ndikojnë në përmirësimin e shëndetit mendor, duke u fokusuar veçanërisht tek roli i tyre në menaxhimin e ankthit dhe stresit. Së pari kemi manaferat, që ndihmojnë në funksionimin e trurit dhe duke ndihmuar në kujtesën për qëndrimin dhe të nxënit. Tërshëra ndikon pozitivisht në shëndetin mendor, sepse rri stabilizimin e energjisë gjatë ditës, duke shmangur rënjet e papritura të energjisë që shpesh ndikon në nervozizëm dhe në humor. E emocionuar nga lulet që nxënësit i dhuruan në përfundim të aktivitetit, mësuese Edi u shpreh se është e rëndësishme të mësojmë të shijojmë natyrën në çdo hap që hedhim, pasi ne jemi pjesë e saj dhe mirëqenia jonë lidhet ngushtë me kujdesin që tregojmë ndaj mjedisit që na rrethon. Erdhëm me një temë të lakuar shumë herë, i kushtoi natyrës. Dhe ndoshta qasja që ne zgjodhëm ishte një këndvështrim krejt tjetër. Pra, ta shijojmë natyrën, por në çdo hap që hedhim, në çdo vështrim që hedhim në të mendojmë. Është shumë e thellë se sa zhvendosja nga një vend në një vend tjetër, kur ne hedhim hapat, të kujtojmë që po lidhemi me tokën, po shkarkojmë në të energjitë negative dhe po marrim pozitivitetin. Kur ne ecim, jo thjesht harxojmë kalori, po lidhemi me të, marrim nga pozitiviteti dhe energjia e saj. Pastaj ato lulet që çelin, ai bari që është mbi lëndin ku ne mund të ulemi, të shikojmë se mund ta ndihmoj shumë më shumë. Mund të na ndihmojë të jemi më të shëndetshëm fizikisht dhe njëkohësisht më të qëndrueshëm e më të shëndetshëm edhe mendërisht. Pra, ta duam natyrën tashmë duke e shijuar dhe prekur më thellë, duke qenë pjesë e saj. Faleminderit shumë. Protesta simbolike në Lushnjë në mbështetje të kauzës për Zvërnecin u zhvillua mbrëmjen e djeshme, ku organizatorët bën thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e radhës që do të zhvillohet të premten. Një protestë simbolike u zhvillua në Lushnjë në mbështetje të protestës qytetare që prej 10 ditësh po organizohet në Tiranë e që nisi si një kauzë mjedisore për mbrojtjen e Zvërnecit. Edhe pse me pjesëmarrje të kufizuar, organizatorët e konsideruan të rëndësishme nisjen e reagimit qytetar edhe në qytetin e Lushnjës.
Sipas njërit prej organizatorëve Sevin Serjani, numri pjesëmarrësve nuk e zber rëndësinë e protestës, pasi ajo shënon fillimin e një lëvizjeje qytetare kundër asaj që ai e cilësoi si keq qeverisje. Me një pjesëmarrje të ulët për arsye edhe përplasje agendash, shumë protestues që kishin shprehur dëshirën që do i bashkoheshin protestës, kishin keq kuptuar mundësinë sepse pretendonin se do ishte takimi i lushnjarëve në Tiranë. Gjithsesi, pjesëmarrja tregon që ky shtet është i kapur dhe njerëzit nuk janë të lirë dhe mendoj që kjo është një arsye më shumë për ta nisur e për ta bërë dhe lushnjen për të pasur njerëz të lirë të cilët protestojnë kundër kësaj keq qeverisje, kundër kësaj poshtërimi që i është bërë ndër vite shqiptarëve, kundër shitjes në çdo plumb të saj. Ai sa shumë shpejt Shqipëria do jetë 3-4 kilometra larg detit Adriatik dhe jon, me këtë lloj shitje që po i bëhet të gjithë rivierës shqiptare, por dhe jo vetëm, por edhe për parketën e maleve, për ligjin e investitorit strategjik, apo për çfarëdo lloj tradhtie kombëtare që klasa politike, por edhe kryeministri Rama ka bërë në Shqipëri, dhe lushnja është shumë herë më e shkret, shpopullimi është i dukshëm. Gjatë fjalës së tij, Serjani u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen protestës së radhës, e cila do të zhvillohet të premte në orën 19 në sheshin para shtëpisë së Kongresit të Lushnjës. Ftoi të gjithë qytetarët lushnjar të premten në orën 7 ta skuqim me flamujt shqiptar, kombëtar, pikërisht këtë shesh dhe për të vërshuar tek bashkia dhe për të sjell qytetarinë lushnjare në një protest masive, në një protest ku përfshihen çdo qytetar pa dallim feje, krahine, ideje. Ne jemi për bashkim dhe jo për ndarje siç kanë bërë partitë shqiptare deri më sot. Zoti bekof Shqipërinë, Zoti bekof Lushnjën, Zoti bekof shqiptarët, Zoti bekof lushnjarët. Kryeministri Edi Rama në konferencën me gazetarët e huaj foli për protestat në Zvërnec. Ai tha se nuk ka një projekt të miratuar, vetëm interes për zhvillim në tokë private. Prej 10 ditësh në Shqipëri dhe në diaspor po zhvillojnë protesta kundër një projekti zhvillimi në zonën e Zvërnecit në Vlorë, duke tërhequr edhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Në një konferencë për shtyp me 23 gazetarë të mediave të Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama deklaroi se në Zvërnec nuk ekziston asnjë projekt i miratuar nga institucionet shtetërore. Gjithçka ndryshoi sepse Befas nuk ka projekt. Pra protesta u shndërrua në protest masive me refrenin anuloni projektin. E thash po, anulojmë në këtë moment, po më tregoni projektin. Nuk ka projekt. Rama u ndal edhe te episodi i dhunës ndaj një protestuesi duke e cilësuar atë si një akt të papranueshëm që ndikoi në përshkallëzimin e reagimeve publike. Ai bëri të ditur se roja e sigurisë është arrestuar. Drejtori i policisë së Vlorës është shkarkuar, ndërsa efektivët që ndodheshin në terren janë vënë në hetim. Po ashtu sipas tij, kompanisi është hequr licenca. Nuk ka të bëjë me mua, nuk ka të bëjë me Shqipërinë. Ka të bëjë me shoqërinë demokratike, për të reflektuar se si gjysmë të vërtetat mund të bëhen gënjeshtra gjithmonë më të mëdha orë pas ore dhe mund të ndezin të gjithë mjedisin që nuk është më mjedis brenda ca kufive, por është një mjedis në mbar platformat, ndërkohë që nuk qëndrojmë më te thelbi, po diku gjetk, ku thuhen të gjitha gjërat e mundshme, që në fakt janë legjitime për njerëzit që duan t'i thonë apo t'i besojnë, por nuk kanë të bëjnë as pak me mua. E me ne. Nuk e di në qoftë se ju përgjigja si duhet pyetjes, por jam i sigurt që të tjerë do duan të pyesin dhe do të përpiqem ta plotësoj.
Kryeministri theksoi se zvërneci dhe ishulli për të cilin është diskutuar në rrjetet sociale janë dy çështje të ndryshme dhe se publikimi i imazheve dhe pretendimeve se qeveria po shet vendin është i pavërtet dhe i papranueshëm. Ai nënvizoi se çdo pronar privat ka të drejtë të lidh marrëveshje dhe të kërkojë leje për investime apo vendosjen e gardheve brenda kuadrit ligjor, duke shtuar se kjo nuk përbën një vendim shtetëror për zhvillimin e zonës. Në përfundim, kryeministri tha se debati publik rreth zvërnecit është ndikuar nga keq informime dhe interpretime të pasakta mbi natyrën reale të procesit, duke përsëritur se deri më tani nuk ka asnjë projekt të aprovuar nga autoritetet shqiptare. Një ngjarje tragjike ndodhi sot në Gjirokastër ku një i mitur humbi jetën në pishinë. Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot në Gjirokastër ku një i mitur ka humbur jetën në ambientet e një pishine. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se fëmia ka psuar një arrest kardiak, por shkaqet e sakta të ngjarjes mbeten ende të paqarta. Menjëherë pas ngjarjes janë njoftuar shërbimet e emergjencës dhe autoritetet përkatëse, ndërsa pritet ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar shkakun e vdekjes. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje. Bashkimi Evropian propozon kufizim të pjesshëm të së drejtës së votës për antarët e rinj. Gjermania, Franca dhe vendet e Beneluxit kërkojnë mekanizma më të fortë për mbrojtjen e sundimit të ligjit. Një grup shtetesh antare të Bashkimit Evropian po propozojnë që vendet që do t'i bashkohen Unionit në të ardhmen të mos gëzojnë menjëherë të gjitha të drejtat që kanë antarët aktual. Sipas një dokumenti jo zyrtar non-paper të nënshkruar nga Gjermania, Franca dhe vendet e Beneluxit, Holanda, Belgjika dhe Luksemburgu, po shqyrtohet mundësia që antarët e rinj të kenë kufizime të përkohshme në të drejtën e votës, veçanërisht në fushat ku vendimarrja kërkon unanimitet. Këto fusha përfshin zgjerimin e mëtejshëm të BE-s, politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë, si dhe kornizën shumëvjeçare financiare të Unionit. Sipas autorëve të dokumentit, një qasje e tillë do të ndihmonte në ruajtjen e funksionalitetit të BE-s gjatë proceseve të ardhshme të zgjerimit. Dokumenti propozon gjithashtu krijimin e një modeli standard për marrëveshjet e ardhshme të antarësimit, i cili do të mund të përshtatet sipas karakteristikave dhe sfidave të secilit shtet kandidat. Vëmendje e veçantë i kushtohet sundimit të ligjit i konsideruar si fusha kryesore ku duhet të zbatohen mekanizma mbrojtës. 5 vendet propozojnë edhe një klauzol kundër kthimit pas në respektimin e vlerave evropiane dhe të shtetit të së drejtës. Në rast shkeljesh serioze mund të aktivizojnë automatikisht sanksione financiare, procedura për shkelje të detyrimeve apo mekanizma të tjerë mbrojtës. Gjithashtu institucionet e Bashkimit Evropian do të kenë mundësi të reagojnë ndaj cënimit të demokracisë, lirisë së medias dhe parimeve themelore të Unionit, deri edhe me pezullimin e formave të caktuara të bashkëpunimit me shtetin antar përgjegjës. Radio Evropa e Lirë kujton se kjo është hera e parë pas 17 vitesh që Bashkimi Evropian nis punën për tekstin e një marrëveshjeje të re antarësimi që nga procesi i nisur për Kroacinë në vitin 2009. Kroacia u bë antare me të drejta të plota në vitin 2013, duke shënuar periudhën më të gjatë në historinë e BE-s pa një zgjerim të ri. Sipas një ankete, 1 në 2 të rinj evropian përdorin chatbotet e inteligjencës artificiale për çështje personale dhe emocionale. Një studim i realizuar nga Ipsos BVA me porosi të Autoritetit francez për mbrojtjen e të dhënave personale, CNIL, tregon se chatbotet e inteligjencës artificiale po zënë një vend gjithnjë më të madh në jetën e të rinjve evropian, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje intime dhe emocionale. Sipas anketës, rreth 51% e 3800 të rinjve të moshës nga 11 deri në 25 vjeç deklaruan se e kanë më të lehtë të flasin për problemet e shëndetit mendor me një ndërfaqe digjitale sesa me një profesionist të kujdesit shëndetësor. Të dhënat tregojnë se vetëm 49% të anketuarve janë drejtuar tek këshilltarët, ndërsa 37% kanë kërkuar ndihmë nga psikologët. Në të njëjtën kohë, 60% e pjesëmarrësve në studim i perceptojnë chatbotet si një lloj këshilltari jete, duke vlerësuar disponueshmërinë e tyre të vazhdueshme dhe aksesin e menjëhershëm. Sipas publikimit të The Next Web, këto platforma digjitale po mbushin një boshllëk të krijuar nga mungesa ose vështirësia e aksesit në rrjetet tradicionale të mbështetjes emocionale. Megjithatë, ekspertët vijojnë të shprehin shqetësime për ndikimin që mund të kenë këto mjete tek të rinjt. Siç raporton Reuters, specialistët kanë paralajmëruar se inteligjenca artificiale ka kufizime në njohjen e emocioneve njerëzore dhe nuk mund të zëvendësojë plotësisht mbështetjen profesionale, sidomos në rastet që kërkojnë ndërhyrje të specializuar psikologjike.
Gjetjet e studimit ngren pyetje të rëndësishme mbi mënyrën se si teknologjia po ndryshon raportin e brezit të ri me kujdesin ndaj shëndetit mendor dhe rolin që inteligjenca artificiale mund të luajë në të ardhmen si mjet mbështetës, por jo zëvendësuesi profesionistëve të shëndetit mendor. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.